Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Mozaik Talentesh. Sot do t'ju prezantojmë me një vajzë të vogël vetëm 12 vjeçë, por me një rrugtim të jashtëzakonshëm. Ajo ka përfaqësuar Shqipërinë në evente ndërkombëtare prestigjioze mode, si në Dubai, Gjeorgji, Estoni dhe së fundmi edhe në Milano Fashion Week, por jo vetëm. Pra, ka një sër pasionesh brenda vetes personazhi ynë, pasi është një valltare shumë e mirë, ka talent gjithashtu në fushën e aktrimit, prezantimit, por mbi të gjitha është edhe një nxënëse shumë e mirë në mësime. Le ta zbulojmë bashkë se cila është ajo. Tani është momenti të zbulojmë se cili është personazhi ynë. Mirëpresim, Joklin Dika. Përshëndetje. Përshëndetje Joklin, mirë se erdhe në Mozaik Talentesh. Përshëndetje, është një kënaqësi shumë e madhe për mua që të jem në këtë emision kaq të veçantë. Sapo t'ju afrove, skena jonë u ndriçua me një herë. Faleminderit. Kush është Joklin Dika dhe si do ta prezantoje vetëm për publikun tonë? Unë jam Joklin Dika, jam 12 vjeç dhe studioj në shkollën Green School. Jam një modele, kërcimtare, prezantuese dhe kam si hobi aktrimin. Kam përfaqësuar Shqipërinë në shumë vende të botës, si Antalya, Dubai, Gjeorgji, kam të Francës, Paris, Estoni, Rumani dhe së fundmi Milano dhe Venecia të Italisë. Kam marrë shumë çmime të ndryshme si Miss Televizioni, Miss Best Model Balkan, winner of the Continent Europe, second place of Model of the Universe. Kam marrë pjesë në një program në Top Channel dhe në shumë reklama të ndryshme. Wow, sa biografi e pasur mo Joklin. Faleminderit. Po kur e kuptove që skena ishte për ty? Në moshën 3 vjeçare, mami kishte spikatur tek unë që kisha shumë qef të kërceja, shija në televizor vetëm vajza që kërcenin dhe bënin sfilata. E ndija shumë ndryshe ritmi nga vajzat e moshës time. Dhe erdhi një ditë dhe më regjistroi në një kurs kërcimi ku edhe profesorët e mi më spikatën që isha ndryshe nga vajzat e tjera në kërcim. Dhe më pas nëpër social media, mami më postonte duke kërcyer dhe më pa dhe producentja Albana Çaksiri që është producentja ime e zemrës, sepse me të kam bërë një rrugtim shumë të gjatë deri tani. Dhe pikërisht këtu në teatrin Skampa ka qenë hyrja ime e parë në skenë dhe drita, energjia, emocioni që të jetë skena më bëri të kuptoj që është diçka që unë e dua me gjithë zemër. Je vetëm 13 vjeçe dhe ke marrë pjesë në shumë sfilada në vende të ndryshme të botës, por cila prej tyre ndoshta të ka lënë më shumë bresa? Të gjitha vendet që unë kam qenë nëpër botë kanë veçori dhe veçantitë e tyre, por ama një vend që më ka lënë më shumë bresa sigurisht që ka qenë Dubai. Dubai, nëpër udhëtimin që bëra nëpër shkretë të tjerë, arkitektura, ishte të gjitha gjëra shumë agjepse dhe mos të harrojmë faktin që në Dubai ishte pasarela më e madhe në botë. Dhe do të ishin brende të ndryshme si Gucci, Versace dhe më bëshin të ndjesha shumë emocion. Si të bën të ndjesh fakti që përfaqëson Shqipërinë në këto evente ndërkombëtare? Vetëm fakti që janë duke përfaqësuar Shqipërinë më bën të ndjem shumë krenare për veten. Dhe shpesh herë më lind pyetja, a do t'ja dal, do ta bëj krenare mamin dhe babin, nxënësit e klasës, mësuesit, dhe për mua është një përgjegjësi shumë e madhe. Një tjetër ndalesë e rëndësishme e jotja në fushën e modës është edhe pjesëmarrja në një ndër eventet më të rëndësishme botërore, siç është Milano Fashion Week. Çfarë mban mend nga ky moment? Në momentin kur më erdhi ftesa për në Milan Fashion Week, unë isha shumë e lumtur sepse vetëm fjala që isha duke shkuar në Milan Fashion Week, aty ku njihet për elegancën dhe modën e vet. Dhe në atë skenë do t'ishin shumë brende të ndryshme botërore dhe do t'ishin producentë të ndryshëm dhe ndoshta dhe unë mund kisha fati që të spikatesha nga ndonjëri nga ato. Dhe në momentin kur dola në skenë, të gjithë syt ishin tek unë dhe pata një farë emocioni në zemër, por ama ishte diçka shumë e bukur për mua sepse kam njohur dhe shumë modele të reja. Ke marrë disa vlerësime kombëtare, ndërkombëtare, por
le ta themi, cila prej tyre, ndoshta ti e koleksionon, e veçon? Po, si që thash dhe pak më parë, ka marrë shumë çmime të ndryshme, por një çmim që do të më mbete do të ketë një vend të veçantë në zemrën time, sigurisht do të ishte ai second place model of the universe që e mora në Konstanca të Rumanisë. Pse veçantë? Po atëherë, aty ishin me kategori të ndryshme. Deri në 12 vjeç ishin kids, 13 deri në 14 ishin teenagers. Dhe unë bëja pjesë tek kategoria teenagers dhe isha më e vogla e grupit tim. Kisha të bëja me vajza 14 vjeçare dhe ishin shumë të bukura dhe kishin pasarelën shumë të thjeshtë të bukur, pa gabime, shumë pastër. Dhe kur unë mora çmimin e dytë, kjo do të thotë që unë kisha kryer më të mirën time, kisha bërë më të mirën e mundshme. Të gjitha këto çmime, vlerësime që ke marrë në skena, të motivojnë punosh më shumë? Po, sigurisht që në momentin që mora çmimin e parë në Durrës, në Miss dhe Mr. Children Albania, unë kam filluar të më shtohet vetbesimi dhe në çdo udhëtim të ri kisha më shumë vetbesim dhe konfidencë dhe më pak emocione. Dhe sigurisht që këto çmime më motivojnë që të punoj akoma më fort që një ditë kur të rritem të marr çmime akoma më të mëdha. Joklin, si kundër e tham, është një vajzë e kompletuar me një sër pasionësh, por armën e saj të fort ka modelingun. Ndaj unë doja që fjalët t'i pushojmë pak apo t'i stopojmë dhe në fakt të ftojmë Joklin në një mini pasarel e nkas për ne. Pa. Është e qartë që skena është vendi yt, por dua të t'jap edhe një hapësirë tjetër, duke qenë se je duke tentuar dhe preferon shumë edhe të prezantosh apo jo. Do të risjellim edhe një herë në vëmendje një nga performancat e tua në eventin Tek Talent, e ke quajtur Drita e çdo fëmie. Të ftoj edhe një herë tjetër, skena është sërish për ty. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Joklin Dika dhe sot me ju dua të flas për diçka shumë të çmuar, dritën që ka çdo fëmijë brenda vetes. Çdo fëmijë e ka një ëndër, një talent ose një zë që mund të ndryshojë botën. Por jo të gjithë e kanë mundësinë për ta shprehur. Disa fëmijë jetojnë në luftra, disa janë të sëmurë, dhe disa nuk kanë askënd që t'i mbështesë. Por ajo dritë brenda tyre nuk shuhet kurrë. Ajo ndes shpresë edhe në errësirën më të madhe. Unë jam këtu sot me mundësinë për të kërkuar, për të prezantuar dhe për të ndryshuar skenën me pasionin tim. Dhe kjo më mëson diçka mjaft të rëndësishme. Çdo fëmijë meriton një mundësi për të ndëruar, për të ndryshuar dhe për të ndarë dritën e tij me botën. Le të jemi ne ata që hapin dyer, që japin mundësi dhe shanse, sepse një buzëqeshje dhe një fëmije, një fjalë ngrohtë, një shans i vogël mund të ndesë një univers të tërë shpresa, sepse fëmijët janë yje që fluturojnë në qiellin e ëndrave të tyre, dhe ne jemi ato që i ndihmojmë të fluturojnë. Le ta bëjmë botën një vend ku çdo fëmijë mund të buzëqesh, të ndëroj dhe të ndryqoj, sepse drita e një fëmije është drita që mund të ndryshoj botën. Faleminderit. Të përgëzoj Joklin sepse ke një prezencë shumë natyrale në skenë. Mendon që ti përkushtohesh moderimit apo prezantimit, siç e themi ne, në media në vijim?
Atëherë, unë në Top Channel kisha fituar një audicion dhe u bëra pjesë e një programi ku bashkë me fëmijë të tjerë do të ishim bashkë prezantues me moderatoren Lej Kraja. Dhe aty kam nxjerrë një anë krejt ndryshe të Joklenit. Fola për pavarësinë e Kosovës, i tregova për anën tonë të Elbasanit, për ditën e verës dhe për emrin tim. Gjithashtu kam kërcyer, kam prezantuar fëmijë të tjerë, i kam bërë pyetje për ditën e verës, për emrin tim dhe për pavarësinë e Kosovës. Dhe gjithashtu aty kam prezantuar fëmijë të tjerë që do i dilte në pa talenti dhe i kam bërë shumë pyetje të ndryshme dhe i kam kërcyer shumë herë atje. Dhe dua që në të ardhmen dua të kem dhe unë një emision ku të dalin në pa shumë talente të reja, ashtu siç jam dhe unë sot tek ju. Në fakt keni prezantuese qoftë shqiptare apo të huaj që të frymëzon, që e pëlqen. Dy nga prezantueset e mia më të preferuara do të mbeten Alketa Vesiu dhe Arbana Osmani. Më pëlqen shumë mënyra se si artikulojnë dhe zgjuarësia e tyre. Ato do të mbeten dy ikona që mua më pëlqejnë më së shumti. Ndërkohë, po ashtu ke pasion edhe kërcimin. Po. E the që ke nisur fillimisht me kërcimin, nga ana tjetër edhe aktrimin. Ke marrë pjesë në një film me metrazh të shkurtër, je duke bërë edhe reklama, na trego pak edhe për këto dy pasione dhe nëse në të ardhmen si she, do t'i zhvillosh apo jo? Atëherë, unë e thash dhe pak më parë që me kërcimi ka nisur çdo gjë e karrierës time. Dhe hera e parë kur isha këtu në teatrin Skampa ishte pikërisht nga kërcimi. Dhe kërcimi do të jetë gjithmonë në zemrën time, sepse nga aty ka filluar gjithçka imja. Ndërsa nga ana e aktrimit, unë e shoh më shumë si një hobi. Kam marrë pjesë në një film me metrazh të shkurtër, siç e thatë dhe ju, dhe ai ishte për aktualitetin e sotëm, që fliste për bullizimin ndërmjet shokëve dhe shoqeve. Dhe gjithashtu në shumë reklama të ndryshme, por unë kur të rritem dua ta bëhem një showgirl. Edhe showgirl dua t'i kem pak nga të gjitha. Dhe pse jo mos ta kem dhe aktrimin. Dhe unë të uroj me shpirt në fakt, por dua të di se cili është projekti i radhës me cilën po merret Joklen. Më datë 13 maj, siç kemi Fashion Week në përvendet të ndryshme të botës, do të zhvillohet një edhe këtu në Shqipëri, në Tiranë, dhe ju ftoj të më ndiqni. Patjetër, ne do të jemi aty dhe ta premtojmë. Faleminderit. Përveç artit, ti shkëlqen edhe në mësime. Më trego pak, si e del, sepse për të marrë pjesë në gjithë këto aktivitete apo dhe në evente ndërkombëtare, do duhet të mungosh edhe në shkollë. Po, është e vërtet, por unë mundohem që mos të mungoj sa më shumë në shkollë dhe bëj në një mënyrë studimi që të mos kem posllëqe edhe kur të mungoj. Jam shumë kurioze në fakt të di se si është një ditë e zakonshme për Joklen. Një ditë e zakonshme për mua është pak e ngjeshur. Filloj në mëngjes kur zgjohem, kryej detyrat e mia personale, vishem dhe shkoj në shkollë. Më pas në orën 3 kur vi nga shkolla, hap libra dhe studioj dhe më pas shlodhem pak se do të filloj aktivitetet after school, që janë për shembull kursi i kërcimit dhe tani sapo kam hyrë dhe në kursin e basketbollit sepse dua që kur të rritem të përmbush kriteret e një modeli që është dhe gjatësia. Më pas kur kthehem nga kurset, filloj përsëri të studioj dhe lexoj pak libra dhe mundohem të gjej kohë që të rritem me familjen time dhe me vllajën e vogël. Çfarë ore i mbaron gjitha këto të mbrëmjes? Nga ora 10:30. Ndërkohë më rezulton që ke fituar edhe në Olimpiada matematike, anglishte, por mes të dyjave këtë zgjidhje, ose kush dominon tek ty? Të dyja më pëlqen shumë, matematika është një shkencë eksakte dhe më pëlqen shumë si lëndë, por ama më shumë pak fare më pëlqen anglishtja, sepse më duhet ta mësoj shumë mirë, sepse kur shkoj në udhëtime, ka raste që është dhe me juri, dhe juria është nga i gjithë bota, dhe më duhet, sepse një nga mënyra që ato do të shohin, nuk është vetëm pamja, ecja, postura, por është edhe prezantimi, që prezantimi duhet bërë në anglisht dhe sa më thjesht dhe bukur. Ndërkohë je edhe presidente e qeverisë së nxënësve. Çfarë do të thotë për ty ky rol? Unë studioj shumë në shkollë dhe fakti që më pëlqen më shumë është që më kanë zgjedhur unanimisht të bëhem presidente, më kanë zgjedhur mësuesit, shoqet dhe shokët. Dhe ty ky të vjen si një lloj vlerësimi, ndjehesh mirë? Po, mësuesit, nxënësit. Si ke marrëdhëniet në fakt në përgjithësi me shokët, shoqet,
mësuesit, sa supportues janë ata ndaj teje? Mësuesit e mi janë shumë supportues, gjithmonë më urojnë më të mirat, dhe shokët e shoqet kaloj kohën më të madhe në shkollë dhe sigurisht rish shumë me ato dhe më japin gjithmonë sukseset më të mira kur unë shkoj në udhëtime dhe janë shumë të lumtur për mua. Pas çdo fëmije të suksesshëm qëndron edhe një familje shumë mbështetëse, njerëz të cilët ta bëjnë më të lehtë rrugën që t'i ke nisur në rastin konkret të artit, por unë di që Nën Flutura mban një vend të veçantë tek Joklin. Ndoshta në mungesë të prindërve të cilët do duhet që të merren edhe me punët e tyre të përditshme sepse jeta vazhdon dhe duhet punoj, Nën Flutura është gjithmonë me ty në evente ndërkombëtare apo jo? Sa falenderues i ndjesh Nën Fluturës ti sot dhe çfarë do doje ndoshta ti thoje nëpërmjet këtij emisioni? Herën e parë që më dha ftesa për 9 Antalya, nuk munda të shkoj dot me mamin sepse ishte 9 muajsh në Shtazan 1 dhe ishte gati për të lindur vllajin dhe nuk mundet të vinte. Dhe shkova me gjyshe Fluturën. Me gjyshe Fluturën kemi kaluar shumë kujtime të bukura bashk. Në gjitha ato udhëtime që kemi qenë do jenë dhe do mbeten kujtime që do i kem në zemër gjithmonë. Dhe Nën Flutura është një nën trendi, i përket kohës së sotme dhe është shumë e bukur. Dhe me thënë jemi shumë të ngjashme me njëra tjetrën dhe jemi të dyja shumë aventuriere dhe mbaj mend një herë që kemi qenë në Dubai, kemi qenë do hypshim në TV në shkretë të tjerë dhe kush do të përtisnte më shumë nga frika që kishim. Dhe unë sot në Fluturës do t'i thoja faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua, faleminderit që ke qenë mbështetja ime më e madhe dhe të dua shumë. Sa bukur që erdhi ky mesazh dashurie për Nën Fluturën. Po, kam përshtypjen që ti Nën Fluturës i ke bërë dhe një të mirë sepse po një botën apo jo, Dubain the, por jo vetëm. Jo vetëm Dubain, dhe gjithashtu përveç Nën Fluturës ka qenë dhe nëna tjetër dhe gjyshi. Dhe ato i dua shumë dhe faleminderit që më keni mbështetur, ju kam shumë në zemër. Po prindrit e tu, çfarë ndjen tu thuar sot? Marrëdhënia si është me ta? Ke dhe një vëlla të vogël? Marrëdhënia ime është shumë e ngushtë me të dy prindrit dhe sidomos dhe me vllajin e vogël. Dhe të doja që mamit e babit doja t'i falenderoja shumë në rast të parë që besua tek unë, që keni investuar financiarisht tek unë dhe që vazhdoni të më mbështesni mua. Edhe më pas vllajt dua t'i them që dashuria ime dhe të dua shumë. E në fakt është e vërtet Joklin sepse të mbështesësh kaq vite në disa fusha të artit njëkohësisht një fëmijë patjetër që do duhet një suport financiar dhe ne dim shumë mirë që për realitetin ku jetojmë nuk është as pak e lehtë. Por unë do doja që ta mbyllnim, le të them, këtë intervistë bashkë me një mesazh që ti do të kishe për gjithë ata fëmijë të cilët kanë talente por ndoshta edhe nuk guxojnë apo nuk kanë atë mbështetje si ty. Po. Atëherë, fillimisht në radhë të parë doja të thoja që shkolla është parësore, është një detyrë që ne kemi tonën. Dhe po nuk mësuam, nuk kemi se si të ndjekim ëndrat tona. Kështu që mësoni dhe më pas ndiqni ëndrat tuaja, mos hiqni kurrë shpresë. Sot patëm mundësinë të njohim një vajzë të zgjuar, të talentuar, e cila premton shumë për të ardhmen, me një të ardhme të ndritur do doja të thoja dhe kam përshtypjen që emrin e Joklin do të dëgjoj më gjatë në skena të më të mëdha botërore. Shkëlqefshë gjithmonë Joklin dhe faleminderit që ishe me ne në këtë të shtunë. Shumë faleminderit për ftesën. Ndërkohë bashkë shihemi të shtunën tjetër. Deri atëherë, shumë përqafime.